Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë kanë intensifikuar kontrollet në subjekte tregtare dhe ambiente të ndryshme, në zbatim të planit të masave për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e rasteve të tregtimit të kundërligjshëm të lëndëve piroteknike. Si rezultat i kontrolleve, janë evidentuar 3 raste të posedimit të lëndëve piroteknike dhe lëndëve plasëse me qëllim shitjen, si dhe një rast i kontrabandës së mallrave. Në përfundim të veprimeve, 2 shtetas janë arrestuar, ndërsa një tjetër është proceduar penalisht. Gjatë operacioneve janë sekuestruar sasi të konsiderueshme lëndësh piroteknike, lëndë djegëse, si dhe veshje të dyshuara të kontrabanduara. Konkretisht, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë numër 3 arrestuan shtetasin HZ, 22 vjeç, pasi gjatë kontrollit në automjetin dhe banesën e tij u gjet një sasi e madhe lëndësh piroteknike dhe veshje të dyshuara të kontrabanduara. Ndërkohë, specialistët e Komisariatit të Policisë numër 4 arrestuan shtetasin DQ, 22 vjeç, pasi gjatë kontrollit në automjetin dhe banesën e tij u gjetën lëndë të ndryshme piroteknike. Po ashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë numër 2 referuan materialet në prokurori dhe nisën procedim penal ndaj shtetasit RH, 45 vjeç, pasi gjatë kontrollit në marketin në pronësi të tij në rrugën Frosina Plaku u gjet një sasi lëndë e dyshuar plasëse. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.